këto dy çështje nuk kanë asnjë lidhje, tani kushdo e ka marrë vesh. I madh dhe i vogël në Shqipëri e ka marrë vesh se ajo që po shqyrton gjykata kushtetuese dhe ajo që duhet shqyrtohet dhe po shqyrton parlamenti janë dy gjëra ndryshme. Nuk kanë asnjë lidhje, por kanë një lidhje. Cila është? Lidhja është interesi politik. Lidhja është e njëjta dorë, që është dora... Në fakt, lidhja është interesi politik për të lidhur domosdoshmërisht ato, pavarësisht se nuk kanë lidhje as procedurale dhe as juridike, siç na sqaroi avokati. Lidhje juridike jo, lidhje procedurale jo, unë po them një lidhje tjetër që na ka rezultuar më e fortë se sa ligji, që është lidhje politike, dy duart e kryeministit i mbajnë që të dyja. Pra ka një dorë ka tani duket qartë e ka te kushtetuesja, tek ata njerëz që si thosh, e kanë bllokuar sepse, siç e tha dhe avokati, me siguri ata e mbajnë, si me thënë, anën e palës që ka ankimuar dhe disa tjerë që mbajnë një anë tjetër. Zoti Zogaj, pyetja që është legjitime në një moment si ky, kur thoni i mbajnë duart e kryeministrit, zakonisht dosjet, vendet, procedurat ku i shohim duart e kryeministrit, që janë prezente si tani po ma lexoni ju rastin, do duhet ke një justifikim pse qëndrojnë aty. Çfarë në rastin kur alibia dhe justifikimi mungon? Shiko, Alba, unë themi gjë që nuk ka arsye tjetër, por pos arsye politike që i mban të dyja pezën. Jo vetëm njërin. Sigurisht që gjykata kushtetuese, për mendimin tim, nuk ka nder dhe po humbet në reputacion duke mbajtur këtë qëndrim, pa qëndrim, ndaj një çështje që duhet ishte përfunduar. Dhe duket qartë se atje ka shumë presion dhe nuk po gjejnë gjuhën. Paka shumë janë ndarë politikisht dhe kur ndaren politikisht palët, e braktisin ligjin, edhe ndarja politike është më e vështirë për t'u kapërcyer. Por, ajo që më duket mua akoma më rëndë, se sa e rëndë, sigurisht, po akoma më rëndë se sa hezitimi i gjyqtarëve kushtetues, është mbajtja pezu nga parlamenti. Po parlamentin, çfarë pengon që të procedoj? Rama kërkon me çdo kusht që të ketë në dorë një vendim të favorshëm të gjykatës kushtetuese për ta, si me thënë, influencuar për ta ndikuar dhe vendimin e parlamentit. Atëherë, zoti Zogaj, në këtë konkluzi bika që janë pengë njëri tjetrit. Për ta justifikuar. Po korrigjoj, po nga pikpamja juridike për ta justifikuar se thonë deputet e Kuvendit të Shqipërisë, thonë unë dëgjova gjykatën kushtetuese. Prandaj ishte thelbësore ajo që thash. Nuk kanë lidhje me njëra tjetrën çështjet. Dhe asnjë deputet i Kuvendit të Shqipërisë nuk mund t'i referohet vendimit të gjykatës kushtetuese për një çështje tjetër. Se është një lloj si ti referohesh targës Korçës me targën e Kumanovës. E lem tani gjykatën kushtetuese, se po merr i thamë ato fjalë që tham, vim këtu. Domethënë, këta parlamenti me çfarë justifikon? Se duhet ta lidh? Ato janë dy çështje prapë përsërisim ndryshme, sepse tjetër gjë është imuniteti, tjetër gjë është pezullimi. Të tentosh të lidhësh të dyja këto bashkë, do të thosh të krijosh një normë kushtetuese dhe një vendim parlamenti që do bllokojë përgjatë luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Do t'i bëhet një pengesë pothuajse e pakapërcyeshme organit hetimit dhe kjo gjë KKO-s për të proceduar ndaj zyrtarëve që janë të pandehur, janë të hetuar. Po kështu duket se po japin ushqim për pengëmarrje njëra tjetrës. Në një anë kushtetuese, në anën tjetër parlamenti. Pra, Alba, siç shumë saktë thatë, tu duket sikur gara tani po bëhet që kush ta bëj përpara. Kushtetuesi thotë, po bëheni ju një herë kështu, po e them unë. Vazhdojnë ju herë, se ne këtu kemi kohë, ne jemi, këta e thoi, jo, vazhdojnë ju një herë. Pra një top që hidhet në fushën e tjetrit. Është një top që hidhet në fushën e tjetrit, shumë saktë e tha, dhe mirë po kjo ka pasoja, sepse pasojat kanë bëjnë me hetimin, me drejtësinë, me kohën që janë gjithë duke luajtur me kohë. Por drejtësia, mendoj unë, nuk ka kohë për të humbur dhe pritshmëritë për drejtësinë janë të tilla. Nga ana tjetër, dhe ta mbyll me kaq, unë konstatoj edhe nga kontakte që kam se ka një vëmendje të shtuar, dhe të shtuar pra një vëmendje të shtuar mbi një vëmendje të madhe që ka pas gjatë gjithë kohës nga faktori ndërkombëtar për si po sillet kjo mazhorancë me çështjet e drejtësisë, edhe
lejo ta them, ta përsëris se do marrë një kosto të madhe, jo thjesht mazhoranca. Zoti Zogaj, nuk po e dëgjoj për herë të parë këtu për jush dhe e di që e keni nga komunikime dhe kontaktet tuaja konfidenciale. Tani unë po ju pyes, me këtë vëmendje të shtuar që mund të ketë faktorin ndërkombëtar dhe nuk e përjashtoj për çështje delikate të agjendës politike dhe drejtësisë si këto. A mos ndoshta faktori ndërkombëtar po qëndron ende si një audiencë pasive? Nuk besoj, kush do që ta kuptoj... Jo, me qënë se ka informacion, zoti Zogaj, unë po e pyes drejt për drejt, në qoftë se është audiencë pasive. Shiko, nuk indiferent, ashtë duhet kuptojmë që faktorët, partnerët nuk vinë një maj dorën kujt. Ata, për shumë, ne kishim vizitën e ministrit për Europën të Gjermanisë. A i dha mesazhe shumë qartë, si themi në këmbora bie për kërka veshët, kush ka dash të kuptoj se në qoftë që Shqipëria, qeveria Shqipërisë, parlamenti Shqipërisë, jep shenja se do t'i bëhet pengesë drejtësisë, ne humbim integrimin. Si bëhet me këta që kanë mbyllur veshët? As më pak. Kështu që problemi është që ta qa kanë vendosur? Kanë vendosur ta shkëmbejnë aspiratën kombëtare të Shqipërisë për integrimin në Evropë për të pengu drejtësinë, sepse nuk është problemi që ndërkombëtarët, apo dhe ne që flasim këtu dhe në për studet tjera, ne e shohim njerëz të fajshëm në skelë. Ne presupozojmë pa fajshëm të akuzuarit, por ata duhet lejojnë drejtësinë të rrjedhë. Pastaj e drejta, fajësia apo pa fajësia, gjendet në aulën e gjykatës. Këtu duhet me e pengu në burim. Po, por ju thoni që do të ketë kosto dhe nuk po e dëgjoj për herë të parë të prejushur që presim nëse do të ketë sinjale të kuptojnë dhe njerëzit që po na ndjekin, nuk është problemi që ne kemi ndonjë interes tjetër, as njohim as njëri, as një personazh në këtë përfshirë në këtë valle, por këtu ndalimi i drejtësisë në burim është një lajm i zi për i cili ju thoni nuk po kalon pa vëmendje dhe do të ketë kosto për vendin. Do t'i kushtoj rënd vendit. Jo një grupi parlamentar o një tjetër, pra publikut shqiptar, që ta kuptojnë gjithë drejt këtë. Pra, dëmi kolateral është për shqiptarët. Zoti Evangjeli, a mund të jetë çështje kompromisi, integrimi ynë dhe prosperiteti për Bashkimin Evropian, dhe a mund të jenë këto dy çështje të shkëmbyeshme? Nëse flasim për problemet tona të brendshme, ku futet politika dhe tashmë është kolateral drejtësia? Nëse ka një cilësi që në spikat ne si popull dhe përgjithsisht gjithë Ballkanin është që të ardhmen e konsiderojmë gjithmonë në terma afat shkurtër. Sot me nesër, me azalla se ka përdzejmë, fundjavën tjetër e kështu me radhë. Kështu që shanset ekzistojnë edhe për këtë. Shanset ekzistojnë edhe për këtë dhe shumë kush nga njerëzit që kanë qeverisur këtë vend me shumë qef do ta kishin zhndruar një gjë të tillë në një monedhë këmbimi për hir dhe për hatër të pushtetit të përkohshëm që kanë në Shqipëri. Ju thoni shanset ekzistojnë si dëshirë dhe tentativë për të realizuar, apo si mundësi reale, potencialisht të bëshme, që integrimi të shkëmbehet me një favor, po themi, për kastën politike? Nëse deri dje kjo duke e pa imagjinueshme, sot, para pak kohësh e konsultova një gjë të tillë që kemi diskutuar edhe kohë më parë, ndryshimet e jashtëzakonshme në geopolitik mund ta sjellin Shqipërinë herët avon, ndoshta edhe përpara një zgjidhjes së një dileme strategjike ndërmjet zgjedhjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.